Ka shumë gjasa që në këto zgjedhje lokale për Kërçovën të garojnë 3 kandidatë shqiptar. Vlen akoma nuk ka caktuar kandidatin me të cilin pretendon të fitojë komunën e Kërçovës. Sipas Bilal Kasamit, ka disa opsione, por për të përcaktuar me cilin do të garohet, do të respektohen disa procedura. Kasami tha se kandidati që do të shkojë në raundin e dytë për Kërçovën do të jetë ai i Vlenit. Procedura për përcaktimin e kandidatëve në për komunat e tjera është në rrjedhë sipër. Parimisht Vlen do ketë kandidat në gjitha komunat ku shumicë janë shqiptarët, përfshirë edhe Kërçovën. Janë në opcion disa kandidat, por ajo që është me rëndësi të potencojmë që ne si Vlen do të shohim të përzgjedhim kandidatët më të mirë, këtu edhe në konsultim me qytetarët, edhe me strukturat e gjithë partive politike, me sektorin civil, intelektual dhe faktor të rëndësishëm tjerë të shoqërisë, por njëherësh për disa nga komunat mund të shkojmë edhe me anket apo të konsultojmë edhe agjencionet të cilat masin opinionin publik për të parë se cili nga kandidatët potencial do të ishte më i mirë dhe më i pranueshëm për qytetarët. Ne jemi të bindur që ai kandidat do të jetë kandidati i Vlenit, apo kandidati përkrahur nga Vleni dhe sigurisht që do të përkrahim kandidatin tonë. Ai që tashmë e ka zyrtarizuar kandidaturën për Kërçovën është Shkodran Alili si i pavarur. Ai ka bërë thirrje që kësaj here partitë të hapin rrugë për rinin. Kandidatin e saj për Kërçovën, që e ka bastion me shumë gjasa, do ta ketë edhe BDI, por ende nuk dihet se kë. Kryetari aktual nga radhët e integristëve, Fatmir Dehari, është i gatshëm për mandat të 4, por pret që për këtë fjalën e fundit ta thot partia. Në terren ai tashmë ka nisur takimet me mërgjimtarët. Nga bloku Maqedonas ende nuk ka ndalë me qëndrim për kandidatët. Pritet që periudhën në vijim, VMRO, DPMNE-ja dhe LSDM-ja të dalin me emra për Kërçovën.